بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij kërkojmë paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahut jemi falendërues që na ka bërë musliman, atij I drejtohemi me nënshtrim, atij I drejtohemi me kërkim falje, atij I lutemi që të na udhëzoj në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atij I lutemi që të na mundsoj ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë, dhe ta shohim devijimin si devijim dhe të largohemi atij. Jemi duke folë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriut më të dashur tek Allahu fuqiplot, njeriut më të mirë dhe krijesës më të mirë që ka ecë ndonjëherë në fytyrë të tokës, krijesa vetme e cila do të nderohet me Allahut fuqiplot në ditën e Kiametit duke u ulur në arshin, duke e ulur pra Allahu azza wa jall në arshin e tij. E kur flasim për jetën e tij, jemi duke folë për një enciklopedi të mirësisë, një enciklopedi të devotshmërisë dhe dijes. Jemi duke folë për një jetë të një personi të lartë, një personi të madh, I cili çdo lëvizje dhe çdo fjalë ka qenë mësim për njerëzit. Çdo lëvizje e tij thuja është regjistruar nga historia dhe njerëzit e kanë transmetuar brez pas brezi dhe na ka arrit neve mas 14 shekujsh. Allahu e di mas miri edhe sa shekush do të vazhdojnë këto transmetime, e ndoshta edhe deri në ditën e Kiametit. Andaj, ashtu që Allahu fuqiplot e ka përmend në Kur'an, që ka thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Thot në të dërguarin e Allahut keni shembullin më të mirë për gjithë ata të cilët e besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit. Andaj nuk ka shëmbëltyr më të mirë për njerëzit se sa vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo t'jep me kuptu një realitet që çdo sen që ti vepron, çdo sen që dikush vepron që nuk është në përputhje me shëmbëltyrën e tij, qoftë duke shku ka ana e teprimit, qoftë duke shku ka ana e shpërfilljes, atëherë nuk është në rrugën e drejtë. Ajo nuk është më e mira. Pa marrë parasysh në çfarë fushë të jetës jemi duke fol. Edhe nëse jemi duke fol, do thotë në fushën që s'ka të bëj drejt për drejt me ibadetin, me adhurimin e Allahut fuqiplot. Se dikush për të ngjall dyshimin këtë tematikë mundet me sjell argumentime dhe filozofi, se s'janë argumentime, por filozofi, se çka ka prej anës së ibadeteve, atëherë na duhet me shiku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse çka ka prej anës së përditshmërisë së njerëzve, s'ka nevojë të shikohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall kur e ka përmend këtë ajet nuk ka thënë që ai është shëmbëltyr për ju thjesht vetëm në fushën e fesë dhe fetarisë. Mirpo ka përmend shëmbëltyr në përgjithësi. Prandaj sa më shumë që mundet njeriu me I përngja, aq më afër dashurisë edhe aq më afër kënaqësisë së Allahut azza wa jall është. E herën e kaluar duke fol për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
kemi tregu çush pejgamberi alayhi salam në datën 20 Ramazan hyn në Mekën e shenjtë, hyn në shtëpinë, hyn realisht në qytetin më të dashur të Allahut fuqiplot, fjalë të cilat i pathan në ditën kur u nda prej Mekës dhe doli pasi që dëbun banorët e saj, dhe përmendi tha enti ahabbu wa afdalu buq'atin inda Allah. Tha ti je vendi më i dashur edhe më i vlefshëm tek Allahu fuqiplot. Dhe tash pas 8 vitesh parafërsisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kthehet në vendin më të dashur e më të vlefshëm te Allahu fuqiplot. Dhe kemi treguar do thotë që hyri në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga pjesa e sipërme e saj, nga vendi i quajtur Keda. Sani i parë që e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyn në Mekë, tregon Hani, e cila ka qenë hala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht çika axhës Hani bint Abi Talib, çika axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hani. Thot atë ditët masi do thot u zdrit pak gjatë paraditës, masi doli do thot dielli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot erdh në shtëpinë time dhe aty u pastru. Tregon Hani thot hyni pejgamberi alaihi salam dhe Fatimia radiallahu ta'ala anha e mbante një farë robe me cilën e mbulon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ai në anën tjetër të robës thot pastrohej. Atë ditë Hani shkoi në shtëpinë e saj ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndodhej, hyn mbranda në shtëpi, realisht troket do thot pej derës se pejgamberi alayhi salam thot men hadhihi, thot kush është? Ai thot jam unë. Thot kush je ti? Thot Hani. Thot Hani, do thot mirë se vjen Hani. Marhaban ya Hani. Dhe hyn Hani thot e pash Fatimën duke mbulu pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një rrobë dhe i thash ja Rasulullah, thash djali axhës tënd Aliu po pretendon se do t'i vras 2 persona të cilat unë i kom marrë në garanci. Tash atë ditë do thot ushtria kish hyper me çliru Mekën. Dhe Aliu radiallahu ta'ala anhu ja kish mësy një 2 armiqve të Allahut, një 2 mushrikëve që t'i vras, mirë po Hani në anën tjetër i kish marrë në garanci. E Hani ka qenë motra e Aliut radiallahu ta'ala anhu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me butësinë e mirësinë e tij që ka pas, i thot qad ajarna man ajarti ya Hani. Thot ne e marrim në garanci ato që e ke marrë ti në garanci o Hani. Me këtë ja garanton këta 2 persona të cilët kishin qenë thuhet të afërm të Hani, të cilët pra i kish marrë ajo në garancinë e saj. Pasi pastrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon në një pjesë të dhomës të shtëpisë së Hani edhe aty i fal 8 rekate. I fal 8 rekate namaz, thot Hani asnjëherë nuk e kum pa të fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz më shpejt se këto. Përveç thot se e pash rukun e sejdën i plotësoi ke mirë, ndërsa e kishte fjalën për Hani për leximin në këmbë. Nuk lexoi pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre 8 rekateve, nuk lexoi ndonjë sure të gjatë. Dhe disa përmendin që këto 8 rekate kanë qenë 8 rekate falënderimi ndaj Allahut azza wa jall që amundsoi me çliru Mekën, e pastaj disa prej udhëheqësve të muslimanëve
e patënmarrë si tradit, do thot prej këtij veprimi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur çlironin troje të reja, i falin këto 8 rekate si falënderim ndaj Allahut azza wa jall për çlirimin që ua kishte dhënë. Pas këtij namazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në Qabe. Dhe bashkë me ta shkon edhe muhaxhir dhe ensart, të cilët do thot gjatë rrugës për të Qabja banin tekbire dhe madhronin Allahun azza wa jall. Dhe kur rrin pejgamberi alayhi salam bashkë të Qabja, e puth gurin e zi dhe e prek me do thot me shkopin e tij, pastaj e bën tavaf rreth Qabës 7 herë. Pra thjesht tavafi në veti është adhurim. Nuk do thot që tavafi do të bëhet patjetër veç do thot brenda ibadetit të umrës apo ibadetit të haxhit. Mirpo mund të bëhet veç mas sikurse çush njeriu e fal do thot namazin nafile, ashtu edhe tavafi mund të bëhet nafile. Kur e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë tavaf, Qabja ka qenë në një gjendje të mjerueshme. Shtëpia Allahut azza wa jall, shtëpia e parë e ndërtuar në fytyrë tokës, pra për Allahun fuqiplot, ka qenë në gjendje të mjerueshme, sepse rreth saj kanë qenë 360 idhuj. Kjo është, do thot, ajo far krimi, aftësia e njerit për të bërë krim. Aty të bërthama i ibadetit, të zemra e ibadetit, ku nuk ka ndonjë vend tjetër në fytyrë tokës që ibadeti vlen mas shumti, edhe çmohet mas shumti te Allahu fuqiplot se sa në Qabe, njerëzit kanë arrit do thot çat vend, loçkën, zemrën e ibadetit me fliç den që të pik. Për rreth saj ishin 360 idhuj, ku do thot aty ky mujt me gjetë se cili fis ka pas idhull të vetin. Pastaj edhe brenda Qabës ka pas do thot statuja të ndryshme e vizatime të ndryshme me të cilat janë bë shirk Allahut azza wa jall. Dhe gjatë këtij, do thot pas këtij tavafi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që i afrohej, do thot gjatë tavafit ndonjë idhulli, e merrte me shkopin e tij edhe e shtyke idhullin për me rrxu. Edhe e rrxojti idhull për idhull gjatë tavafit të tij që me e shkatërru, do thot një herë për gjithmonë me largu pe ati vendi shirkun dhe ortakrin ndaj Allahut azza wa jall. Dhe sa herë që rrxojke një idhull, thëjke wa kul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, pra ajetin kuranor ku Allahu fuqiplot thot dhe thuaj se ka ardhur tash e vërteta dhe është shkatërru e pavërtetër, pra devijimi, me të vërtet devijimi apo batili ka qenë i shkatruar. Dhe ajetin kul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id, thuaj ka ardhur e vërteta dhe batili apo devijimi kur nuk do të kthehet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij tavafi i rrxonte idhujt me shkopin e tij dhe i lexonte këto ajete që me e madhëru Allahun azza wa jall. Duke e qit në praktik, duke realizu atë fjalë që ja kishton më herët Ebu Sufjanit, që jo, kjo është dita ku do të madhërohet Qabja. Sepse Ebu Sufjani i përdori fjalët e Sa'd ibn Ubadës që tha, kjo është dita kur do të shkatërrohet Qabja, sepse ne do të vrasëm pra Mekasit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha që kjo është dita kur Allah azza wa jall do ta pastroj Qabën dhe do ta madhëroj Qabën. E kjo ish
madhërimi i Qabës. Pasi i rrëzoi gjithë idhujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishin përreth Qabës, e thiri Uthman ibn Talhan, i cili e kish, do thot, e luante rolin e kujdestarit të Qabës, dhe i tha, sillmani qelsin e Qabës. Uthman ibn Talha ishte musliman, edhe familja e tij në Mekë e posedonte qelsin e Qabës. Do thot, e ka pas privilegjin që me marrë qelsin e Qabës e me u përkujdes për Qabën e ndershme. Dhe shkon Uthman ibn Talha te nana e vet në shtëpi, ja kërkon qelsin, mirë po një herë ajo fillimisht refuzon, e pastaj dikur ja jep, do thot, qelsin Uthman ibn Talhas, që më ia dërgoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ja dërgon, pejgamberi alayhi salam e hap derën e Qabës dhe i thot Omerit radhiyallahu ta'ala anhu që me hy mrena në Qabë dhe mi nxjerr gjithë, do thot, idhuj tjerë që kanë mrena dhe ato vizatime, do thot, që ka pas me i fshi dhe me i largu. Pas kësaj, pasi do më thonë Omeri me një grup njerëzish i nxjerrin, do thot, idhuj që kanë qenë Qabë dhe ato pikturimet e vizatimet, hynë e vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Qabë, dhe aty kur hynë, mesin e gjanave që kishin mbet, të cilat hala nuk i kishin largu, ose si kanë pa, ose ku pe di, e shen një statuj të plumbit. Ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr, do thot, edhe e then edhe e xhun jashtë Qabës, pastaj gjen edhe disa vizatime tjera në Qabë. Në mesin e vizatimeve e gjen Ibrahimin edhe Ismailin duke i majt në dorë, do fal shkopa, shigjeta që i kanë përdor idhujtarët, gjoja se ku mushrikët e Mekës çka kanë bë, disa prej tyre kur kanë deshur me bën një punë, i kanë shti do shkopa ose shigjeta diku me një strajc, me një diçka, dhe në secilin prej tyre kanë shkruajt bane mos e ban, bane mos e ban, bane mos e ban. Edhe tash para se me marr vendimin me vepru ose me udhtu diku, ka marr një shkop, edhe me këqyr cili pidel, a pidel bane apo mos e ban. Në bazë kësaj pastaj kanë vendosur që a me shku apo mos me shku. E këtë ja kanë vesh gjoja se e ka bëj Ibrahimi a.s. me Ismailin. Edhe kanë pikturun këtë formë brenda Qabës. Edhe kur i sheh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu, thot qatalahumullah wallahi mastaqsama bil azlam qattu. Thot Allahu i vraft ata të cilët i kanë bë këto, se pasha Allahun kur s'ka ndodhur që Ibrahimi dhe Ismaili me bë istiqsam. Thot me bë këtë veprim që këta ja kanë vesh. Aty gjenë edhe fotografi, do thot, të Merjemës radhiyallahu ta'ala anha, dhe merr kërkon, do thot, mjete që mi fshi edhe i fshin vet këto fotografi që kishin met, pra i fshin vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Usama ibn Zeidi, thot, teksa i fshin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto fotografi që kishin bet, thonte qatal Allahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Allahu i vraft ata njerëz të cilët pikturojnë gjana të cilat nuk mundin me i kriju. Pikturojnë gjana që nuk mundin me i kriju. Ky është dënimi i atyre çka pikturojnë gjallësa. Dënimi i atyre që pikturojnë gjallësa. Do thot në ditën e Kiametit Allah azza wa jall kam i obligu dhe kam i ngarku me detyrë që m'ja u fut atyre shpirtin, që atyre pikturave që i kanë bë ose skulpturave. Edhe do të dënohen deri atëherë kur të mund me jashtin shpirtin këtyre. A mundën ndonjëherë, pastaj përgjigja pra është
përgjigja është e ditur. Kur hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë Kabe, i mbyll dyert mbrapa tij dhe bashkë me të hyn Usama ibn Zeidi, Bilal ibn Rabah edhe Uthman ibn Talha, dhe brenda Kabës tregojnë për njerëzit që qëndroi gjatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe aty i fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 2 rekate namaz. Dhe Kabja brenda saj në atë kohë i ka pas 6 shtylla, 6 dyreka. E pejgamberi alayhi salam u fal në njërën anë mes 2 shtyllave, edhe mbrapa i kish 3 shtylla tjera. Thot u fal mes 2 shtyllave, mbrapa i kish 3 shtylla tjera, edhe aty tregon Bilali radhiyallahu ta'ala anhu që i fali 2 rekate. Dhe kur doli prej Kabës, shkon, do thot njerëzit plot ju afrun që me hy në Kabë mas ti, mesin aty që u afrun ishte edhe Abdullah ibn Omeri, dhe ty hi mrena ashe që s'është pejgamberi alayhi salam, e gjen veç Bilalin, i thot o Bilal, thot ku fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Bilal i tregon vendin, ky ja nis mu fal. Tani mas ne i kujtohet Abdullah ibn Omeri, thot ku, thot qysh harrova me pyet Bilalin se sa rekate i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato, do të thotë brenda Kabës. Pasi del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Kabës, nalet tek dera e Kabës dhe njerëzit vetë se ju kishin të bu afër, dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nis me fol, ja nis me ju fol njerëzve. Dhe thot fillimisht ja nis duke madhru Allahun fuqiplot, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Thot madhron Allahun me tekbir, thot la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar të dënë përveç Allahut, i cili nuk ka ortak. Ai ka mbajt premtimin e tij dhe e ka ndihmu robin e tij dhe i ka mposht aleancat i vetëm. Kjo është pjesë e madhrimit të Allahut fuqiplot. Thot ala inna kulla ma'tharatin kanat fil jahiliyyati tudhkaru wa tud'a fi dam min dam aw malin tahta qadami illa ma kana min siqayati al-hajj. Thot dijeni që çdo mbetje apo çdo gjurmë që ka met prej xahilietit që përmendet, apo ndonjë gjak, ndonjë hakmarrje që ka met prej xahilietit, apo pasuri borë që ka met prej xahilietit, thot dini që ajo është nën këmbën time. Është fjala që ajo anulohet. Thot me kët veprim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e anuloi çdo hakmarrje, edhe çdo borxh që ish dhe çdo gjurmë që kish mbet, do thot prej xahilietit, do thot gjurmë që përmendet, ndonjë madhrim që ka pra prej xahilietit. Illa ma kana min siqayati al-hajj, përveç, do thot shërbimi që i është bë haxhive. Se ka qenë traditë e banorëve të Mekës që mi u shërby haxhive, do thot me ujë e gjëra tjera. Wasidanat al-bayt, edhe për kujdesjes së shtëpisë. Do të këto dyja nuk i anulon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa gjëra tjera po. Thot ala inna qatil al-khata'i shibha al-'amdi ma kana bis-sawt wal-'asa. Thot dini se vrasja do thot gabimisht, e cila është llogaritet sikur se e afërt me vrasjen e qëllimshme, është e vrasje që ndodh kur e vret dikon me kamxhik ose me shtag, me shkop. Këto thot llogaritet kjo vrasje gati e qëllimshme. Gati e qëllimshme. Sepse shariati i ka klasifikuar domethënë llojet e vrasjeve.
ka vrasje që llogaritet vrasje e qëllimshme, ka vrasje do thotë që sikurse kjo do thotë mesatare, po është vrasje gabimisht, ka vrasje këtë gabimshme. E kjo pse është llogarit shibhel amd, gati e qëllimshme, sepse ti përqëllon njërin me një objekt i cili mundet me vra. Me një objekt që mundet me vra. Do thotë e merr me hua i mshon dikuna. Ajo mundet me vra, ose me kamxhik do thotë ajo mundet me vra. Nuk mundet me thënë një valla, unë jam i pasur se pahiri e vra. Pahiri ka raste tjera, ama kjo jo. Thot fa fihi diyetul mughalladha. E për këtë ipet një shpagim i gati shpagim i plot. Mi'atun min al-ibil, do thot 100 deve, prej të cila duhet të jenë 40 prej tyre duhet të jenë shtatzan. 100 deve, 40 prej tyre duhet të jenë shtatzan. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ditë i vendosi disa norma të dispozitave shariatike. Sepse këtu po ndodh një çlirim i madh. Edhe po vjen dita kur Islami po zgjerohet shumë. Dhe tash mas kësaj e di ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që grupet e tjera më vesh do të hynë në islam, grupe njerëzish do të hynë në islam më të madhe. Edhe këtu këtë ditë do të thotë u banën musliman shumë prej banorëve të Mekës, të cilët kishin mbetje të xahiljetit. E ky çlirim erdhi për me i largu normat e xahiljetit, me i largu adetet e xahiljetit, dispozitat e ignorancës. Me tregu që në tokën, mbi sipërfaqen e tokës, gjykohet vetëm me ligjin e Allahut Azza wa Jall, edhe jo me ligje me kanune të njerëzve të tjerë. Për atë, domethënë këtë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u përçoi me kasve edhe njerëzve të tjerë një mesazh madhështor. I shkatëroi gjithë ata idhuj që ishin përreth Qabës. Edhe hyni i vendosi këto norma shariatike. Vetëm për me tregu një realitet. Se në këtë tokë çdo sa bëhet vetëm për hir të Allahut fuqiplot. Vetëm për me ngrit, ky do thotë është ajo farë motivi madhështor që duhet pra me i lëviz shoqërit, me i lëviz njerëzit. Çdo shoqëri, çdo popull duhet lëviz me këto motive dhe jo me motive të tjera. Ky ish mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë ditë. Edhe na kena përmendur më herët që pse u quajt çlirimi i madh. Edhe vetë Allah Azza wa Jall e zbret surën Al-Fath, surja e çlirimit, me cilin i referohet çlirimit të Mekës. Nëse ka në fytyrë tokës në çlirim që e merr komplet, e meriton emrin e çlirimit, është që ky. Nuk ka në çlirim tjetër. Jo çlirimi as çlirimi i Amerikës, as çlirimi i Gjermanisë, as çlirimi i Kosovës, as çlirimi i Shqipërisë, as çlirimi i Kinës, as. Ky ka qenë i vetmi çlirim me motivet më të pastërta dhe më madhështore. Edhe nuk ka në çlirim tjetër që mundet me ju parafru këtij. Sepse po çlirohet vendi më i dashur i Allahut Azza wa Jall prej çkahit, prej kufrit të shirkut. Dhe po kthehet kush? Tauhidi edhe shariati i Allahut Azza wa Jall. Prej kujt? Prej ushtrisë më të mirë në fytyrë tokës, prej komandantit më të mirë në fytyrë tokës. Për atë do thotë ka fitu epitetin çlirimi.
E ato pallavrat e njerëzve që mundohen me I madhru çlirimet e tjera, ato duhet me ju referu asaj që ka folëm në fillim. Duhet me ju referu asaj që ka folëm në fillim, nëse është në përputhje me veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë I pranojmë. Po nëse nuk është në përputhje me veprimet e tij, atëherë çdo sa është e refuzuar. E pas kësaj tash do të flasëm pas këtij çlirimi që e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra I shkatroi gjithë ata idhuj. E çliroi qabën pej shirkut. Pra mendoj do thotë shtëpia e parë e cila është ndërtu për madhrimin e Allahut fuqiplot, që ka ndërtu Ademi alayhi salam me melajke. Pastaj ka ndërtu Ibrahimi alayhi salam me të birin e tij. Edhe tash po çliron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo shtëpi njerëzit e kanë prunë qatë gjendje që e kanë mush me idhuj. Do thotë nisen shumë të mirë, po shëmtojnë den që të pikë. Edhe po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po çliron. Që ky është do thotë kuptimi I çlirimit të madh. A gjem histori që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 20 Ramazanin e pa të festu, e pa të bë fest. E pa të madhru. Ja pa të nisë me qitë flamurat la ilaha illallah në për shpia, në për kamoso, ja nisimi kur I takoj ke sahabët mas këti viti, mi e thonë, për hari koft dita e çlirimit të Mekës. A gjejmë këta? Jo, nuk e gjejmë. Nëse ka dikush që ma gjen, unë ja puthi ballin. Po s'ka shanca, me deke morin gjallë s'ka shanca me gjetë. Se s'ka ndodh. E ku janë ata musliman balosha dhe mendje lehtë, që synimet nuk I kanë, do më thënë, pretendimet e tyre se na po dojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e Islamit, ato janë rana, ajo është munafiklëk. Ku janë veprimet e tyre që në ditën e 28 nëntorit të 17 shkurtit ja nisin të çunë mesazhe urime 28 nëntori. Për hajr ju koft festa. Te musliman. Edhe bëjnë të kundërtën që e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam atë ditë e ka pastru qabën pej shirkut. Thonë para më çfarë detaj ju përmend. Hynin qabe edhe gjeti një statuj të një plumbi edhe thejti e gjujti. E të na bëte kundërta. Në thojza, hoxallar, se së në mullar të dheqit që atë ditë shkojnë I rasin flamurat brenda xhamive. Thurse xhamit, do më thënë, u pa të ndërtu për filan populli e filan populli. Edhe kur t'i sheh ato flamurat, do thotë nuk kanë të bëjnë me Islamin. Edhe I shet tyli çfarë steme, me krijesa, do thotë me gjallësa, edhe që ato I futin në xhami. Edhe pastaj këto do më thënë, I trumpetojnë, I përhapin, I madhrojnë. Bash, fije për pe është në kundërtën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka bo. Kundërtën. Kjo jo bidat. Jo bidat. Po amaron se bidati është. Se po bëhet e kundërta. Jo që po shpikin diçka të re. Po bëjnë diçka kundërtën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Le të kanë kujdes ata të cilët veprojnë të kundërtën me sunetin e tij, me fenë e tij. Se kam I kap fitne apo kufër dhe shirk që kanë komentuar sahabët, apo kam I kap dënim I dhëmshëm. Ku janë ata budallaki? Ku është ai burimi këtyre budallakive që mi legjitimu këto budallaki? Ku pigjojnë ato argumente mi legjitimu këto veprime? Jo se kjo ka të bëjë me një fest kombëtare. As ka qenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fest kombëtare me çliru Mekën. Ai që aty ka lindë u rritë babë babgjysh me vite deri te Ibrahimi alayhi salam
do thot 10 gjenerata që aty kanë jetu, janë rrit, e janë lind, e kanë ndek. Ana, do më thënë, ma shumë se 4 gjenerata, s'dina me që babalar tanë, e 22 pe kajt kanë ardhë dhe te kanë ardhë. E aj që aty, do thot, me 10 gjenerata i ka që kanë lind dhe kanë vdek. Aso është për të, sukon, do më thënë, kjo, me legjitimu veprimin e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga dera komësis. Me thënë, shiqoni, ju sahabët që ka jeni të Mekës, për juve ju lejohet me festu këtë ditë, ama ju të Medinës s'keni nevojë me festu, se për juve s'ka të bëj kjo. Veç për Mekës, sepse ju ka shliru vatani juj. Pse se ka bo? Se nuk bëhet. Edhe qëllimisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli me ju fol me kasve atë ditë, njerëzve që ka ishin të bu, çfarë ajeti ja u lexoj? Ja eyyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O ju njerëz, ne ju kemi kriju për një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bë popull dhe kabile që të njihenin mes veti, më i ndershmi ndër jush është ai që është më i devotshëm tek Allahu, Allahu është i dijshëm dhe është khabir, pra e njeh çdo gjë. Ky ajet e ka një mesazh, se s'ka dallime, domethënë ky shqiptar, ai tjetri shka, ai tjetri realisht serb, ai tjetri gjerman, e ai tjetri s'diçka. S'ka dallime. Më i ndershmi ndër ju është më i devotshmi para Allahut fuqiplot. Ky është dallimi vetëm. Te Allahu fuqiplot. Je musliman, je ehlu sunne, je i ndershëm. Je qafir, je me një fet të kupedit babalarve tu, e bafsh me shnet, s'ka ndershmëri të ti, nuk ka shenjtëri të ti. Qështu llogaritën gjanat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u lexoi këtë ajet më u tregu, do thotë që ju që keni mbledh këtu, ky çlirim nuk u bë veç për banorët e Mekës. Sa aty kish pas ish Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bilali ka qenë zezak pej Sudanit, i Etiopis, Sudani i sotshëm. Edhe për Bilalin kjo ka qenë çlirimi i madh. Bilali ahad, ato tortura që i ka hangër, nuk i ka hangër për hir të Mekës. I ka hangër për hir të Allahut azza wa jall, për hir të tauhidit. Që aty ka qenë sakrifica ati. Edhe gjithë ato sakrifica që u bënën den këtë ditë me çlirimin e Mekës, janë bë për hir të Allahut azza wa jall, që fjala e tij më qenë më e larta. Për ç't punë janë bë. E jo për flamura, e për kompsi, e për kupe diçka. Këto janë vetëm kurthe të armiqve të islamit për me i shti njerëzit me u preokupu me fanatizma e gjithë energjin e tynve me harxhun si sene. Për që të janë këto? Edhe muslimani vjen den qatë pikë, bëhet qaq mendjelete, qaq balosh, bjen në kurthat qafirave. Kjo është për të çudit. Edhe vallaj qatë shumë e kanë madhru viteve të fundit 28 nëntorin, as Bajramin s'ta madhrojnë qatë shumë. Ku shtihen mor flamuret në xhami, ku vendosen më flamuret minare. Xhamit janë të Allahut. Nuk ka aty, domethënë, kjo xhami për filan populli, kjo xhami për filan populli. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Çështu bëhen, do thot, klasifikimet e njerëzve. Jo me përkatësi. Pastaj vazhdojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam matutje. Thot la yantahiyanna aqwamun fakhrahum bi rijalin aw la yakunanna ahwana 'inda Allahi min 'iddatihim min al-ijlan allati tadfa'u bi anfiha an-natan. Tani e kalzojnë në realitetin e qëtënve baloshave që do më thënë
mundohen me u krenu me paraardhësit e tyre, me përkatësinë e tyre etnike dhe kombëtare që e kanë. Thot, ose kanë monal ata të cilët krenohen me burra, pra me përkatësinë e tyre, me paraardhjen e tyre, ose para Allahut Azza wa Jall kanë me qenë matë ult edhe matë përbuzt se sa ajfar insekti që e shtyn afar grumbullin e jashqitjeve me hunën e vet. Është një farë insekti, s'di që kamë një kom arru emrin. Qësh? Brumbulli. Ai do të thonë është një insekt që Allah Azza wa Jall çashtu e ka kriju, shkon të bën jashqitje të kafshëve tjera, edhe i bën si top edhe i shtyn me hunën e vet. Ku e di për çka ka ai qëllimin e tij? Aja me që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Do thotë e ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë në formë të përçmimit dhe përbuzjes. Jashqitjen e shtyn me hunën e vet. E që do thot në krijimin e njeriut fytyra është pjesa më e ndershme, pjesa e hundës është tamam mesi i fytyrës. E ata të cilët krenohen me përkatësinë e tyre etnike, me preardhjen e tyre, na jena shqiptar, shqiptaria, s'diçka. Ata janë më të poshtër, e më të përbuzur se sa ky insekt. Ata janë me hunën e tyre që Allah Azza wa Jall ja ka ndëruar atë fytyrë, me çat fytyrë janë ty bajt fllëçtina, më të fllishta se jashqitja. Thot ose kanë munal, ose kanë me qenë, do thot te Allah Azza wa Jall në ditën e Kiametit më të përbuzur se ky insekt. Atë na llogaritet ndryshe, bravo, filani ka dal, ka fol për kombëtarinë, për kështu, për ashtu, kjo llogaritet burrnie, vepër e madhe. Ama kjo vepër nuk e ka lënë më shumë se jashqitja e çatinve, do të thotë që e bën brumbulli, e bën grumull edhe e shtyn me hunën e vet. Nuk e ka lënë më shumë vlerën, do në pa vlerën, se s'ka vlerë aty, nuk ka vlerë. Islami kur nuk ka ardhur me ndërimin e njerëzve në baza etnike, kur. Prandaj, çdo kush, le ta din çdo kush që i bën këto sene, i bën këto gjana, ai le t'i fshin durt për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le t'i fshin durt. Ani pse kështu mundet mu paraqit me shenja të sunetit, jo mjekra, jo çmjekra, jo une pretendon që është ehlu sunne, ai le t'i fshin durt. Se është e bot kundërtën me atë çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndash, shumë e thjeshtë është kjo. Ndash më kanë ehlu sunne, ndjek rrugën e tij, s'don bën çka dush pastaj. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shlirojti çabën e ndershme, edhe kur do thot tash i ka ra edhe një vit ndoshta 2, mira 2 përvjetore ka mundësi të çlirimit Mekës. Po nuk shënohet në për transmetimin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u çu me shëntruar dita me festu e tjera. As nëse thot dikush po shqe se ka qenë koha shumë e shkurt, nashta të kishte tu magat e kish bë. Nashta pash sot. Ebu Bekri masti ja ka bë, jo. Omeri ja ka bë, jo. Uthmani, Aliu, jo. Ata kanë qenë, do thot, njerëzit që kanë vazhdu sunetin e tij. E njerëzit që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka legjitimu si me një farë forme do thot vazhdues të sunetit ti. E nëse ata se kanë bërë, kush mundet me dalë me thonë unë pe boja jo më i mëshmi. Nëse musliman duhet me festu në fashlirimi, duhet me festu shlirimin e Mekës. Se që ajo është shlirim. E jo shlirimin e shqiptarisë e s'diçka. Kjo është budallaki. U konë budallakie, ka me met budallaki del kiamet, çdo kush që e bën, shlir shkruja aty në pasaport, do në epitetin budall.
Shlirë shkruaj. Para Allah të zëgjel qashtu është. Se nëse, logjikisht, nëse një meqëm e vepron një punë, ky që e vepron të kundërtën e kësaj pune çka është? S'mundet më kon apeti meqëm. Ai është një budall. E pejgamberi sa e ka çliru Mekën, se ka festuar çlirimin e Mekës, e kushdo që çote feston çlirimin e Mekës, është budall. Mendje lehtë. E kushdo që çohet pastaj ose feston çlirim të diçka tjetër, përveç Mekës, ajo është pastaj mendje lehtë në 4 orë, balosh në 4 orë. Pa marr parasysh kush është. Pa marr parasysh kush është. Se feja nuk shkon me emrat njerëzve. O valla po filoni e ka bë. Ja nuk shkon me emrat njerëzve. Jo. Feja shkon me ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çto shkon? E bani filani, e bani fisteki, në kofshin përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata pranojnë, mos kofshin refuzohen. Kjo është shumë e thjeshtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi dhe ju tha njerëzve, tha ayyuhan nas innahu ma kana min hilfin fil jahiliyya fa inna al-islam lam yazidhu illa shiddatan wala hilfa fil islam. O ju njerëz, nëse ka pas ndonjë aleancë gjatë gjahiljetit, dini se Islami vetëm se e përforcon atë aleancë, mirë për në Islam, do thotë se bashkë me Islamin nuk ka aleancë. Çka bani me këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo kjo kontribon në çdo shka komplet që kjo hutbë shka amati pejgamberit, sepse kjo nuk është hutbë, po është fjalë e rastit, se hutbja vjen më vonë. Kjo është fjalë e rastit. Komplet që të fjalim që amati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kontribon në çet budallakinë e njerëzve që munohen me u krenu me etnicitetin e tyre, me kombësinë e tyre. Komplet që tu kontribon. Edhe kjo. Pi thot çdo aleancë që ka ekzistuar me ardhen e Islamit, s'ka aleanca të tilla. Tash qëndron vetëm lidhja islame. U krymo. S'ka filan fisi me filan fisin kanë bë aleancë, tash nëse do të thonë ky armiqësohet me këta, ky fisi i djathtë armiqësohet me një fis tjetër, edhe ky i majti duhet të armiqësu. Jo. Nëse janë musliman s'ka aty. Në gjithë të barabartë. Andaj thotë Islami i vendosi këto gjëra në për binar të vet që nuk ka grupacione, nuk ka lidhje, nuk ka aleanca me Islamin. Lidhjet bëhen vetëm musliman, jo musliman. Ehlu sunne bidatxhi. Ç'është bën lidhje? Jo në forma tjera. Pastaj ndër të tjera që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha men aslama min ahli al-kitabayn falahu ajruhu marratayn. Tha ata të cilët bëhen musliman e që kanë nga fet qellore, pra të krishterës së jehudi, tha e kanë shpërblimin e dyfisht. Walahu mithlu alladhi lana. Dhe aty i kanë drejtat e njëjta të barabarta që kemi drejtat na, wa alayhi mithlu alladhi alayna, edhe për ta vlen do ndëshkime të dënimet që vlen për neve. Wa man aslama min al-mushrikin falahu ajruhu wa lahu mithlu alladhi lana wa alayhi mithlu alladhi alayna. Tha edhe ata do thot mushrika apo idhujtar që bën musliman e kanë një shpërblim dhe i kanë drejtat e barabarta me neve dhe për ta vlen në dëshkimet e njëjta që vlen edhe për neve. Pastaj ju drejtu tha ja ma'shara Quraysh ma tarawna anni fa'ilun bikum. Tha o ju Quraysh, tha çka po mendoni që unë kam e bë me ju? Ata i than khairan akhun karim wa ibn akhin karim. Tham po shpresojmë që kem me bë khair diçka gjatë mirë. Tha ti e vëlla i ndershëm edhe i biri një vëllau të ndershëm. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u tha fjalën e fundit, tha aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Tha po ja u tham ato fjalë që ja ka thënë Jusufi vëllezërve të vet, la tathriba alaykum al-yawm. Nuk ka çortim për juve sot. Idhhabu fa antum at-tulaqa. Tha shkoni se ju jeni të amnistuarit. Kjo është kapaku që a vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë atij fjalimi.
Jo se i fali se kishin qenë më herët, do thot njerëzit e tij, po i fali vetëm për tregu butësinë që ofron Islami. Faljen që duhet me pas muslimant. Kur t'je i fuqishëm, do thot, edhe ki mundësin me fal, duhet me fal. Përveç aty ku Allah Azza wa Jall ka caktu norma. Aty tani nuk ka falje. Aty do të e kjo obligim me zbatu ligjin e Allahut Azza wa Jall. Mi pa aty ku ki liri ti, mundesh me vendos, me vepru çka të don, atëherë gjithmonë falja është e pëlqyer. Pastaj ndër ngjarjet që ndodhen ato momente, pasi e marrën këtë fjalim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohet pak më tutje dhe ulet brenda xhamisë së Çabës, edhe me veti kish pas hala, domethënë çelësat e derës së Çabës. Vjen Aliu radiallahu ta'ala anhu i thot: "Ja Rasulullah, ijma' lana al-hijabata was-siqaya." Tha i dërguari i Allahut, tha na privilegjon neve me dy privilegjet. Do të na i bashko këto dy privilegje, al-hijaba was-siqaya, kujdesin ndaj Çabës edhe shërbimit të haxhive, do të thonë mi dhën ujë haxhive. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka bani? Edhe pse tash në këtë rast këto dëshmoj të thotë çato çka foli më herët. Se Aliun çka ka pas djaltaxhës. Ky shmojt me thon, a di çka familjes së Abdul Muttalibit u ndërmja dhën çto ndere. Ama nuk e bani kët. E thiri Uthman ibn Talha. Ta ku është Uthman ibn Talha? E kurja sollën i tha: "Haka miftahaka ya Uthman, al-yawmu birrin wa wafa." Tha merret çelësin ton Uthman, ta se sot është dita e bamirësisë dhe mbajtjes së fjalës. Dhe ja dha çelësat Uthman ibn Talhas, amasnej i tha: "Khudhuha ya bani Abi Talhata talidatan khalidatan la yanzi'uha minkum illa zalim." Tha merrni o familja e Banu Abu Talhas, do thot brez pas brezi, edhe nuk kam ja u hek këta çelësa pe dorës juaj, përveç dikush që është zullumçar. Edhe vazhdojnë, do thotë që 1400 vjet çelësat me qenë në familjen e pasardhës e këtij fisi. Hala vazhdojnë. Do thotë në ditë sotit çelësat e derës Çabës i majnë familja e këtij fisi, s'ka guxu asnjëherë, do thotë ndonjë udhëheqës me ja marr çelësat, se me dëshmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kish vullos veten e tij që është zullumçar. Edhe vazhdojnë, do thotë deri në ditë sotit. Duke fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëz atë ditë, tregon Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, thot Ebu Sufjani, të cilën këtë tregom, do thot që s'kish që 2 ditë që ish bo musliman, Ebu Sufjani thot e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tu i me njerëzit edhe njerëzit pishkojnë për mas, tha vetë me veti: "Law awadtu hadha ar-rajul al-qital." Tha, a thot, çka ish bo sikur t'ja kisha kthy luftën këtij njerit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto vetë me veti po thot. A thot çka ish bo, se e pa domthon tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrana në Çabe, ndoshta mujna me bë diçka, ti më ladhi të njerëzve. Edhe thot, ty i thon çto sana, ty menu çto sana vetë me veti Ebu Sufjani. Edhe thot veç kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja çiti dorën në supe, edhe i tha: "Idhen yukhzik Allah." Tha, nëse bën ashtu, Allahu ka më të poshtru. Edhe Ebu Sufjani veçmet i thot: "Etubu ila Allahi wa astaghfirullaha mimma tafawwahtu bihi." Thot, pendohem te Allahu dhe kërkoj falje nga gjanat që i menova. A pastaj thot Ebu Sufjani, thot, nuk jo mbind që ai për me është i dërguar deri në çat moment. Dhe përshet që ka mundësi njeriu me hyrë në Islam, po hala mos më kon mrana, do thot me besu ç'është duhet
Allahun Azza wa Jalla, pejgamberin e tij. Kjo Ebu Sufjani ka hyrë në Islam, ka qenë në atë rrethin e Islamit. Mi po, mrena halas s'u i bindur ç'është duhet. E thot çet moment kur mi tha çto fjalë, u binda, domethënë kështu përfundimisht që kjo është i dërguari i Allahut. Erdhi namazi i drekës, do në atë paradite, erdhi namazi i drekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëron Bilalin me hyp për miqabe edhe me thirr ezanin. Edhe aty do ishin prezent të nejt afër njëri me tjetrin 3 persona, Ebu Sufjani, Attab ibn Asid wal Harith ibn Hisham. Edhe kur e nin Bilalin të e thirr ezanin, ata kretë kanë njoft Bilalin kështu kanë në rob në Mekë. Tash po hyp për miqabe po thirr me zot madh. E thot që ky Attab i thot Allahu thot e kam shëru babën tem Asidin që s'ja ka mundsu mi ngu këto fjalë të cilat do thot ja kishin prish zemrën. Hishami al-Harith ibn Hisham nanën tjetër ja kthen thot amma wallahi law a'lam annahu muhiq lattaba'tuhu. Thot pasha Allah sikur ta kisha ditë që është të thon të vërtetën se është pejgamber, thot atë ne kisha ndjek, unë ju kisha bë mbështetës. Edhe meti i treti pa fol, Ebu Sufjani, i cili para pak çastësh i ndodhi çka i ndodhi. Edhe kur i nin këtë fjalë thot la aqulu shay'a. Thot unë zguxoj me fol kur gjë, se me bë me fol, thot edhe çta gur që tu për rreth që i kam kanë me kallëzu se çka kam thënë. Hanalet Ebu Sufjani. Në ato momente veç ju afrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot e di se çka ke të fol. Ata mesit ulet, a ju tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i nin do thot fjalët e tij, i thënë nashhadu annaka rasulullah, dëshmojmë që ti i dërguari i Allahut. Wallahi ma ttala ala hadha ahadun kana ma'ana, fa naqulu akhbarak. Thot dëshmojmë se ti i dërguari i Allahut, sepse s'pat kërkush që më kon me neve që tu afër, e më thënë ta shkoj të i tregoj. Në trekje më sa i krytën fjalë, ai po vjen po na thot e di çka thotë, na ka thënë detaje çka thotë. A ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani një gjë pak të jashtëzakonshme që se kish bë tjera herë. Tregon Buraid ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu, thot ka qenë prej zakonit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me marr abdes për çdo namaz. Me marr abdes për çdo namaz. Deri thot kur erdhi dita e çlirimit të Mekës, këto se kanë thënë dita e çlirimit të Mekës, se s'ka nevojë me thënë dita e çlirimit të Mekës. Çdo ku në tekste e kemi dita e çlirimit, dita e çlirimit, dita e çlirimit. Edhe këto do thot me pas qartë, do thonë me bë adet e musliman. Kur thot dita e çlirimit, s'ka nevojë me shku në mend dita e kur u çliru Kosova ose Shqipëria, dita e çlirimit, që dita e Mekës. Thot kur ke dita e çlirimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori abdes dhe ju dha mesih, mesteve që i kishte veshuna, edhe i fali thot namazet me një abdes. Me çat abdes që e morin drek, thot i fali namazet e tjera. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e përcillte para mëna, do thot çu kanë përcjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas diçka, me thënë, me llogarit sahabët që hajtë se s'ka nevojë me avnu veshin. Jo. Omeri ka përcjell, ka thënë tani ja Resulullah, thot pam sot të bëj diçka që s'ke bë kur më herët. Kjo po kallzon që sot e kanë përcjell, mirë po kanë përcjell edhe që 8 vite sa ishin në Medinë edhe vitet e tjera në Mekë. Kanë përcjell vazhdimisht, e kanë pa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo namaz po merr abdes. E sot dita e parë kur po vepron pak më ndryshe, e vretën apet. Omeri shkoi i tha, ki bë diçka që se bëjshë më herët. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthen, thot inni amdan fa'altuhu ya Umar. Thot e kum bë qëllimisht Omer. Thot ky ish qëllimi, motivi pejgamberit alayhis salam ish më ju tregu që lejohet me i fal namazet me një abdes. E deri tash ka mundësi musliman kanë menu që për çdo abdes është obligim me marr, për çdo namaz është obligim me marr abdes. E tash këtu
ju tregojti që lejohet me marr abdes, do thotë me fal namazet me një abdes. Edhe ngjarja kulminante që ka qenë atë ditë për sahabëv, ka qenë një ngjarje madhështore. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, e shë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i shul në xhami, edhe kish shku të shtëpia, e kish marrë babën e vet për dorë, edhe për bjen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Baba i vet Ebu Quhafa, edhe për bjen për dorë babën e vet Ebu Quhafa të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Quhafa ka qenë në moshë të shtyrë shumë. E ka pas mjekrën e thime, komplet bardh. Edhe ka qenë i verbër. Edhe për bjen Ebu Bekri për dorë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu, i drejtohet Ebu Bekrit, thot: "Halla tarakta ash-shaykha fi baytihi hatta akuna ana atihi fihi." Tha, pse se la tha plakun në shtëpinë e vet, kisha ardh on aty e jo ky më ardhte on. A këtë vetëm nga nderimi e Ebu Bekrit. Dhe Ebu Bekri ja ktheni, thot: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, huwa ahaqqu an yamshiya ilayka min an tamshiya ilayhi anta." Thot, ai ka ma shumë hak që me ardhë të ti, se sa ti me shku të ai. Kjo kallëzon që shduhet muslimani me ednderu të parin e popullit. Që shduhet muslimani me ednderu djetarin. Edhe Ebu Bekri këtë e kuptoj kë mas miri se kush do tjetër. Ani pse Ebu Quhafa është shumë i vjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aja kish hak me shku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo mu që i nderuari pejgamberi Allahut me shku në shtëpi. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish bërë këtë punë, i thave që Ebu Bekrit, nga modestia ati. Ama Ebu Bekri e kish kuptuar realitetin. Edhe ja bjen Ebu Quhafa ala ish jo musliman. Ndën këtë ditë ka qenë jo musliman. Dhe ullet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Quhafa, pejgamberi alaihi salam ja qet dorën në gjoks, ka fërkon gjoksin, edhe i thot: "Eslim teslim." Thot: "Banu musliman që të shpëtosh." Dhe Ebu Quhafa bëhet musliman. Bëhet musliman. Edhe aty Ebu Bekri ja nis me qajt. Ja nisin mi dal lot Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu me të madhe atë ditë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peshet të kajt Ebu Bekrit. E i thot: "Wa ma yubkik?" Çka po të bën me qajt Ebu Bekr? Edhe përgjigja Ebu Bekrit ish shumë madhështore. Nuk ish përgjigja ati: "Ja Rasulullah, u gëzova se baba jam u bo musliman." Përgjigja e ti është ka se u merë menja, edhe 1000 vjet, jo po 1.000.000 vjet me jetu, kur s'kini me marrë vesh. Mës t'kish dal pe i gojës e Ebu Bekrit. A din që ka i tha? I tha: "Ja Rasulallah, li an takuna yedu ammika makana yadihi, wa yuslima wa yuqirra Allahu aynaka ahabbu ilayya min an takun." Tha: "Ti shkon dora e axhës tënd, edhe ai me pranu islamin në çeto momente, tha për mu e ty Allah azza wa jall pra me ta gëzu zemrën me islamin e ti, tha për mu do të kishen ma dashur se sa që u bo kjo musliman." Subhanallah, Abu Bekr, baba jo të bo musliman. Baba që të ka lindë dhe të ka rritë të bo musliman. As po gëzohesh për ta? Po jo. Dashnia Abu Bekrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ish më e madhe se dashnia për babën e vet. Edhe veç mja pa ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të u gëzu për islamin e Abu Talibit, për Abu Bekrin ish sikur dunjan me ja dhën.
E jo më gëzu për babën e vetë. Ebu Talibin, agjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si jemi të folë për babën e nanën, po agjen e ti. Edhe nuk ish një ndjenë që veç thot me fjalë, po ja nisi me kajtë Ebu Bekri. Ja nisi me kajtë se për të ish ma e dashur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më gëzu se sa që po bëhet musliman baba i vetë. Kjo është dashuria që muslimani do me pas për dërgumin e Allahut. Kjo është dashuria vërtet. Nuk është dashuri ajo gojë që do më thënë të nditën qëtë fjalë lafazane që fol, na jemi të sunetit, na jemi kështu, e mas ne i bën 100.000 punë kundërshtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky veprimi e Abu Bekrit ja qet kapakin kretave. Kushdo që thotë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mas ne çotë më bën tëri çfarë budallakine. Jo na PVSM 28 nëntorin. Jo unë pe bëj përkujtimin e babës tem që më ka dek ku pe di filën vani, filën lufte. Edhe mas ne mundohet me pretendu që unë jam në sunet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun azza wa jalla është i rrejt. Nuk ka mundësi mu bashku këtë dyja, jo. Një vepër që e hidhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një vepër që ka me bo pejgamberin alaihi salam ditën e kiametit më thon baju sa më larg ti pej meje. Ajo s'është vepër e sunetit. Ajo nuk bashkohet që e vepër me thon me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi. Dikush që ka sa thërmia, dashnia dhe simpati për një bidatxhi që e kundërshton sunetin e pejgamberit, mos t'jani gojën e tij të thon unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, unë jam sunet pejgamberit, unë jam selefi, unë jam ehlu sunne. Ati veç duhet me thon shuj mshile gojën e munafik. Se dashnia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dashninë e bidatxhive nuk bashkohet. Ai që do një bidatxhi, Allah azza wa jall ka me mallku. Ai që do një bidatxhi, i shkatërrohen veprat. Sa dolet falet e let agjeron. I shkatërrohen veprat. Ai duhet më falë me agjeru, patjetër, se s'ka ku shkon, se s'falet e s'agjeron del pej dinit. Ama Allah azza wa jall s'ka më pranua ato vepra. E çështë tash na me bë punë edhe mos më po, ti s'ki çare pa bë, se pas bën për gjithë që më shkon në xhenem, po edhe pse bësh s'kan më të pranu. Veç në shahadet pranohet. Edhe mesish mas në ditën e kiametit botën tjetër, për atynve të fundit që Allah azza wa jall i nxjerr pej xhenemit. Qysh po mendoni që ka moralizu ajo që pas ka me pas në xhenem do njerëz që s'kan asnjë vepër të mirë, po janë musliman. Qysh po mendoni që kanë me ekzistuar njerëz të tillë? Në çetë mënyrë? Kanë me punu ata punë, po s'kan më pranu. Nuk kanë më pranu. Se zemra ati e don bidatxhin. Zemra ati e don ato që thotë se Allah azza wa jalla është çdo ku. Zemra ati e don ato që thotë se Allah azza wa jalla s'është mbi arsh. Nuk ka mundësi. Këto le ta fshin. Edhe mos ja bëni çefin vetit. Kur mos ja bëni çefin vetit? Nuk ka mundësi. Veshte tu, do të thënë, veshte tu të cilët kapin i ngojnë fjalët e bidatxhive. S'mojnë mu përputh me atë gjuhën tonë që thotë unë jam selefi, unë jam ehlu sunne, unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi. Se goja ati dreqet, ajo fol kundërtën me sunetin. Goja ati dreqet e përçmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ani pse ai dreqet mundet me pas mjekër, mundet me fol fjalë të mira interesante. Ka mundësi, edhe dreqet me fol fjalë interesante. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka njerëz pe shejtanëve, ka shejtan pe njerëzve dhe pe gjinëve. E shejtan pe njerëzve kush janë? Kush ka mundësi më konë? Që ta dreqnit të cilët qelin, do bënë rrugë, krahas rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka qujtë shejtan. Ka thënë që kjo është rruga e drejtë, e anash ka rrugica tjera, që në krye çdo rrugicë ka thënë është nga një shejtan që thirr në atë rrugicë. Çka janë ato rrugica? Ato janë ideologjitë e bidatit. E kush ka në çdo rrugicë, çdo krye të rrugicës, ka një shejtan që thirr. O çdo kush e thirr në një bidat, ajo është shejtan, ajo është munafik, ajo është dreç. Mirë po, duhet me pas kujdes që fjalët e tënve jo mingu. Edhe zemra jo të zguzon me t'i dasht ata. E nëse t'i don, e bafsh me shnet. E bafsh me shnet. Në ditën e kiametit pastaj e sheh që
ku kish mujt, ose ku mundet më të qu një gjë e tillë. Inshallah Allah Azza wa Jall nuk na ban edhe na ruan nga gjendja e atyre që përfundojnë zjarrin e xhehenamit, edhe pastaj i hajnë durët e veta. Çush ka në Kur'an, i hajnë durët e veta, thënë mirë për ne çush se ndjekim rrugën e të dërguarit. I hajnë durët e veta. Thënë literalisht, deri për mi bryla i hajnë durët. E kjo është e dhimbshme, ama kjo është edhe sen që do të mi këfjall njerëzit, se nuk shkon. Edhe kanë përmendur të brezat e parë që njerëzit që mas shpejti përfundojnë në ridde, njerëzit që mas shpejti edhe mas shumti përfundojnë në ridde, domethënë në dalje prej islamit, janë bidatxhit, njerëzit e bidatit. Pse se bidatit tënve, domethënë i ka pru deri në atë pikë në kufit e islamit, ndoshta shumë pak i duhet edhe deri krejt. Prandaj Allah fikum, kini kujdes, edhe nëse doni për një me më bo ndjeksa sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mos e ndani pej mendjes edhe pej zemrës veprimin e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Edhe meditonin ta. Thot thjesht për veç me pa të gëzum pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e boj ke mall që s'ka gale, baba i vetë mos më kon musliman, po ti shkon në vendinet dikush që gëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dashuria e vërtet. E ne do të më mundu me i përngjak të njerit mall se çfarë çësi do të më pas ndaj pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun fuqiplot që me i falë mëkatet ato që i bëjmë me dije pa dije, elusim atë që të na udhëzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na ruaj prej zjarrit të xhehenamit, dhe të na fusë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.